Një ligj i ri për tokën bujqësore, çfarë parashikon dhe pse ka hapur kaq shumë debat? Nëse të bie rruga të udhëtosh në Myzeqe apo në zona të tjera bujqësore, sheh sera, ara dhe qindra fermer që punojnë nën vap. Ata jetojnë nga toka, por edhe pas 36 vitesh tranzicion, shumë prej tyre ende përballen me probleme pronësie, mungesë subvencionesh dhe pasiguri. Tani, qeveria ka hedhur për konsultim publik një projekt ligj të ri që lejon personat fizik dhe juridik të huaj të blejnë tokë bujqësore në Shqipëri. Sipas Ministrisë së Bujqësisë, synimi është të tërhiqen investime, të modernizohet bujqësia dhe të zhvillohen zonat rurale. Por çfarë parashikon konkretisht drafti? Një subjekt i huaj mund të blejë deri në 2 hektar tokë brenda një bashkie dhe deri në 30 hektar në të gjithë vendin. Toka duhet të përdoret vetëm për bujqësi, blegtori ose agrobiznes dhe në parim nuk mund të ndryshohet destinacioni. Megjithatë, ekspertët kanë nisur një debat ku ngren disa pikpyetje. E para lidhet me pronësinë. Shqipëria ende nuk ka përfunduar regjistrimin e pronave, konsolidimin e titujve dhe kompensimin e ishpronarëve. Pra, po hapet tregu i pronësisë, ndërsa vetë çështja e pronës mbetet ende e pazgjidhur. Së dyti është kontrolli, edhe pse ligji vendos kufirin prej 30 hektarësh për një subjekt nuk përcakton mekanizma të qartë për të penguar kompani të lidhura që të blejnë sipërfaqe shumë më të mëdha. Avokatja Irena Dule thotë se problemi nuk është investimi huaj, por fakti që drafti krijon një regjim të veçantë për të huajt në vend që të ndryshojë ligjin ekzistues për të gjithë njësoj. Por eksperti i mjedisit Abdullah Diku sjell në vëmendje se Bashkimi Evropian nuk e detyron Shqipërinë të shes tokën bujqësore. Sipas tij, investimet mund të garantohen edhe përmes kontratave afatgjate të përdorimit, pa kaluar pronësia. Deputeti Ralt Kapri shprehet se projekt ligji përqendron edhe më shumë vendimarrje në duart e kryeministrit, duke dobësuar filtrat institucional dhe mekanizmat e kontrollit. Diskutimi nuk ka qenë dhe nuk është për investimet e huaja në Shqipëri, por nëse duhet të tërhiqen investime duke shitur pronësinë mbi tokën bujqësore, kur fare mirë mund të sigurohen kontrata përdorimi pa e humbur pronësinë. Mbi të gjitha, duke mos anashkaluar vendasin, pra shqiptarët, ata që jetojnë në këtë tokë.